Pas javësh me thashëtheme, aludime dhe emra të përmendur në rrjetet sociale më në fund, një nga zërat më të diskutuar është konkretizuar. Është konfirmuar se një tjetër personazh i njohur do t'i bashkohet shtëpisë së Big Brother VIP Albania 5, duke e bërë edhe më të nxehtë pritjen për nisjen e sezonit të ri. Bëhet fjalë për këngëtarin e dashur të muzikës popullore Kristi Lama, i cili prej kohësh ka qenë objekt i vëmendjes së mediave roz. Emri i tij qarkullonte si një ndër kandidatët kryesor për të qenë pjesë e kastit, por deri më sot gjithçka mbetej në nivel spekulimesh. Sipas burimeve, Lama jo vetëm që është kontaktuar nga produksioni, por ka pranuar zyrtarisht ftesën, duke u cilësuar tashmë si një nga hyrjet më surprizë të këtij edicioni, i cili pritet të nisë shpejti dhe që ka premtuar shumë risi. Përfshirja e këngëtarit në garë pritet të shtojë një dimension të ri në dinamikat e shtëpisë. Stili i tij artistik, energjia që e karakterizonte përvoja në skenë, mund të ndikojnë në mënyrën se si ai do të ndërveprojë me banorët e tjerë. Publiku nga ana tjetër duket tashmë i intriguar për të parë se si Kristi do të përballojë sfidën e një reality show intensiv dhe emocional si Big Brother VIP. Me konfirmimin e tij, pritja për castin final bëhet edhe më e madhe, ndërsa ky sezon premton të jetë një nga më surprizuesit dhe më të komentuarit e viteve të fundit. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.